ishte është izoluar qeveria. Apo perceptohet nga ndërkombëtarët si një qeveri e korruptuar? Po, perceptohet si qeveri e korruptuar. Ka përfaqen sot që po flasim me Gaza dhe për rolin që do marrin vendet e botës që duan të angazhohen në këtë iniciativë, ca e kanë paragjykuar, ca janë skeptike, të ketë shtete si Italia, për shembull, që po merr kohë. Ka thënë po ndryshoj, gjatë du ta shikojmë pra. Nuk ka thënë kundra. Pra, kjo nuk i heq të drejtën që ftesa u ka vajtur. Pra që nesër prapë të futet dhe tani nuk është se na vlen kjo për ta përcaktojmë sakt Shqipëria sot që flasim është strategjikisht në pozicionin e saj më të lartë për sa i përket politikës jashtme dhe arenës ndërkombëtare. Në të gjitha aspektet absolutisht po. Foli ftesa ai sapo e kritikoi Edi Rama, nuk e pas kemi ndjekur. A më fole për etik, më fole për etik mos në rryrje, apo bëj si them ai sapo e kritikoi ministrinë e jashtme, ministria që ka funksionuar mirë. A folet për etik mos në rryrje më zonjë, apo si mundet ti thua? A folet për etik mos në rryrje? Folet për etik mos në rryrje. Qytetarët edhe mund ta bëjnë ndonjë gabim, përfaqësuesit do vjen nga këto gabime. Dakor. Ju jeni qytetare, përfaqësues në tentativë quheni çfarë të doni. Tani, historia është e tillë, pozicioni jon strategjik ndërkombëtar është mjaft i mirë. Ka një aktor kryesor, që është kryeministri Edi Rama, absolutisht po, dhe kjo është për të përmendur sot, e është për të përmendur gjithmonë, sepse ka një ndryshim drastik, të paktën 15 vitet e fundit, në imazhin e Shqipërisë jashtë dhe brenda, por sidomos jashtë. Këto prallat me disa dokumentar në televizionin gjermane e izolim të Shqipërisë kur vetë kryeministri Rama niset për 2 ditë në Washington që të pranojë zyrtarisht ftesën për të qenë pjesë e bordit paqes me një ftesë nominale e theksoj për njerëzit, sepse duhet që të kuptojmë përveç retorikës tjetër politike, ishte një fjalim historik mbajtur në parlamentin e Izraelit vetëm pak ditë më parë, kështu që ju lutem, kur flisni për izolim ndërkombëtar, nuk e di se kujt ju i referoheni, por që Shqipëria tjetë kaq afër Bashkimit Evropian me negociatat zyrtarisht hapura e që ne jemi sot në statusin e një nga vendeve më të shpejta vetë përfaqësuesit e lartë të përshëndetjen edhe ditën e djeshme. Mbyllën, jo kur hapen zonja Mila, kur të shpyllen. Por procesi, se për sigurinë ushqimore u kërkua afat për shtyrje. Themi edhe diçka. Për mjedis, ta saktësojmë që ka rëndësi mbyllet, por ka rëndësi dhe vazhdimësia e tyre dhe ka rëndësi se sa konsistent dhe se sa të gatshëm jemi ne për të qenë dinjitoz në çdo hap që marrim dhe ai ka treguar në fakt Bashkimi Evropian edhe me deklarata zyrtare që Shqipëria po avancon dhe po ecën në një ritëm shumë të kënaqshëm e ndoshta shumë më mirë se sa që mund të ishte pritur në stadin edhe që ndodhet Shqipëria, se le ta themi edhe këtë, Shqipëria nuk është Franca, Shqipëria nuk është Gjermania, Shqipëria është Shqipëria, të nderuar, se shpesh harrohet ky detaj. Atëherë, do i bie shkurt, po me pak histori, po munda. Në kohën e Zogut thuaj që Shqipëria është kurrë më lart se asnjëherë tjetër në arenë ndërkombëtare. Kohën e Enver Hoxhës jam mblodhëm shovinistëve dhe vendeve kapitaliste që na donin të keqen dhe Enver Hoxha ishte më i miri dhe më. Po ashtu edhe në kohën e Zojit Berisha, Shqipëria eci më shumë se kurrë ja kaloi dhe Gjermanisë. Po, rritja dyshifrore. Para 2 vjetësh ishim në Këshillin e Sigurisë dhe ishim më lart se kurrë dhe ne do vazhdojmë dhe jemi akoma gjithmonë dhe më lartë. Të lutem, unë nuk ndëhyra. Të lutem. Po pra, çdo vit ka qenë. Jo, absolutisht nuk konfirmoj asgjë. Unë nuk ju ndëhyra të mbaroj deri në fund. Pra, edhe këto që unë thash janë fakte. Për Enver Hoxhën e kemi pasur në libër ku thoshte janë mblodhë i Rushovit në lidhjen e kombeve ku ishte së mbajmë të mirë. Bëheni këtë tani. Pjesa tjetër është unë nuk jam unë nuk jap në opozitë, nëse doni që unë bëj opozitë është tjetër gjë. Më mirë ta bëni ju se ta bëj gjyqësori këtë më kohë. Nëse kundërshtoni këto që unë them që s'kan qenë të vërteta, ju jap dorën, ju jap drejt, po që nga me Zogu ky mohabet është gjithmonë. Madje edhe Enver Hoxhën e çam me lot atëherë, po nisim. Sa i përket izoluar apo jo? Fare tema, po s'ka problem. Po pra, po themi që jemi më pranë se kurrë dhe më afër se gjithë. Po përpiqesh të gjesh një gjelpër të kashtën e politikës jashtme. Ka që kishta politikën e jashtme. Po politikës jashtme nuk gjen dot asnjë gjelpër. Ta mbaroj, mund të gjej sa duash, po është çështje tjetër që unë nuk dua t'i futem. Po futu, s'ka problem. E thash çka kisha për të thënë për këtë gjë që jemi gjithmonë më pranë. Edhe do ngrihemi në këmbë për të falenderuar çdo që kemi kryer, kjo është tjetër gjë. Sa i përket izolimeve jo. Unë mendoj që nuk e kam për zakon të falenderoj drejtuesit politik, kështu që se jam bërë ndonjë pjesë e politikës. Sa i përket çështjes izolim apo jo, unë mendoj që
Përgjigja që do jepet SPAK-ut në Këshillin e Mandateve është ajo që do vendosi dhe do të çlirojë marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Sigurisht, derisa dhe Aurora pyeti, do të thotë që ka një lloj tensioni ose një lloj hije se çfarë po ndodh në këto marrëdhënie. Dëshirë për tension. Unë nuk kam asnjë lloj dëshire për tension. Jo juve. Nuk kam asnjë lloj dëshire, unë u bazova te ajo që foli. Unë ju kuptoj të gjithë. Jo, nuk kuptoni, unë po thjesht po marr analizë dhe unë po ju them deri atëherë. Po ju them deri në momentin që majoranca do i kthej, i cili nuk bën asnjë gjë përveç se mos ta rikthej edhe një herë. Ku hy unë te kjo non grata, më fal. Po unë ku hy te kjo non grada? Ku hy unë te kjo non grada? Unë nuk mbarova, ta mbaroj dhe do të lë drejtën ta thuash deri në fund. Dhe po them, duhet ta bëni pak media, pak gjyqësori, pak shoqëria civile. Në qoftë se në lajmet që unë kam bërë në 25 vite më gjen një cen, unë t'jap drejtën, por po thosha që absolutisht e kuptoj. Në momentin që majoranca do i kthej përgjigjen SPAK për çështjen që zgjat që nga data 16 dhe majoranca do respektoj atë që është në fillim, kur çdo që do vi për hetim, nuk do bëjmë avokatin, po do ja heqim mbrojtjen, atëherë dhe marrëdhënia ndërkombëtare do jetë më normalizuar. Majorancë që arkitektja e kësaj situate, suportuese kryesore dhe ajo që sot... Dhe çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Më fal, se do të bëjmë debat politik, e bëjmë debatin politik. Po jo, unë s'kam ndërprer asnjëherë përveç në këtë rast. Na ndërpret një herë. Po siç më keni ndërprer. Jo, vazhdo. Mbarojeni, s'ka problem, ju pres. Ku hyn kjo që ne ngritëm edhe ne tash do e respektojmë? Partia Socialiste, që arkitektja e reformës drejtësi, mbështetja kryesore e saj dhe është e vetmja parti e cila nuk ka artikuluar në asnjë moment, as sot që flasim, ku ju perceptoni një tension të cilin nuk personalisht nuk e perceptoj, por ju e perceptoni, as sot nuk ka artikuluar në asnjë moment as një ndërhyrje për sa i përket reformës drejtësi, SPAK-ut specifikisht. Por nga data 16, detyrimeve që ka konstitucioni dhe asgjëje që SPAK-ut. Por nga data 16 dhjetor, vazhdojmë presin dhe nuk po dim. Jo, s'jam jurist, jam gazetar. Ju e dini që keni ka afat 3 mujor. Ju e dini që ka afat 3 mujor. Për herë të parë ndodh amaj që nuk është marrë vendimi. Për herë të parë. Duke qenë se jam në fund. Pritën surpriza në Këshillin e Mandateve se jam në fund. Jo, kjo është pyetje që do bëja unë, që mund të na zgjidhë edhe dilemën, janë pro drejtësisë apo janë kundër drejtësisë. Do ta votojnë pro heqjes së mandatit të zonjës Balluku, a mundi të drejtojnë mandatin se në një analistë tënden. Pritja surpriza apo duke parë qasjen e deritanishme të qeverisë me këtë çështje. Ata duhet të heqin mandatin. Imunitetin e zonjës Balluku, që ajo të jetë e lirë për tu hetuar lirisht nga organet kompetente. Evarist, pritën surpriza? Surpriza varet ç'a quajmë. Surpriza është që të hiqet mandati. Të mos të hiqet mandati. Imuniteti se ka mandati. Na bëre lësh të gjitha. Imuniteti, kjo është surpriza. Po pse duhet të jetë surpriza? Unë nuk gjykoj se po pikërisht unë nuk gjykoj që me provat që ka paraqitur ata dhe gjykimin që ata që do bëjnë personat që kanë përpara, unë nuk i kam provat që kanë ata ose materialet. Dhe ka një urdhër dhe për mos t'i nxjerrë çfarë lexojnë atje. Patjetër që kanë të gjithë të drejtën që të gjykojnë dhe të vendosin në kohë dhe mos të pengohet drejtësia, mendoj unë. Dhe patjetër që nuk gjykoj që do pengohet drejtësia. Se nuk është një perceptim i madh publik që është krijuar për rastin dhe nuk e di sa do t'i vlej dhe kujt do t'i vlej kjo gjë pastaj. Nëse ta shikojmë dhe në raportet që ju përmenda më sipër me integrimin e me këto rrugtimet e tjera që ne kemi si shtet, kështu që unë uroj që të jetë një zgjidhje e shpejtë dhe sa më e shpejtë dhe surprizë, nuk do ta quaja atë sepse është një gjykim normal për një çështje që është duke u gjykuar nga drejtësia dhe duhet të jepet drejtimi i duhur, nuk ka asnjë se të ketë dilema.